Banka e Shqipërisë raporton se rreth 45% të banesave të shitura gjatë vitit 2024 janë blerë nga jo rezidentët të interesi më i madh të cilëve, sipas agjentëve imobiliar, është për prona në Bregdet. Për shkak të interesit të lartë dhe çmimet për metër katror në qytetet bregdetare kanë pësuar rritje të ndjeshme. Sipas ekspertëve të tregut të pronave, Shqipëria ka hyrë në një trend pozitiv sa i përket blerjeve, ndryshe nga vitet e mëparshme, kur Shqipëria shihej me risk për të investuar. Dikur ka qenë shqetësim që kur ti blije një apartament nëse ishte i pa certifikuar, kishe frikë se ishte i shitur tek dikush tjetër. Sot nuk ndodh më, sepse edhe nëse është i pa certifikuar, ai regjistrohet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës me të dhënat e pronës. Në Sarandë, çmimi varion nga 2000 euro e sipër, po ashtu vlora shkon në 2200-2300 euro në vijën e parë bregdetare, sipas ekspertëve të tregut të pronave. Veç blerësve tradicional, interes për të investuar në prona në vendin ton kanë shfaqur dhe amerikanët dhe anglezët. Ndërkohë, sipas ekspertëve të tregut të pronave, nga viti në vit shtohen dhe kombësit që blejnë, mbeten dominantët çekët dhe polakët, ukrainasit, italianët, anglezët, por ka dhe blerje të shumta nga amerikanët. Ndërkohë, sipas Bankës së Shqipërisë, vitin e shkuar pati më shumë transaksione me një çmim deri në 5% më të ulës se çmimi i kërkuar nga shitësi.